zonja Kodheli, mua nuk më intereson të s'kam qenë kur në jetën time pjesë në partia, në grupime e gjëje, por e shoh si shqiptar. Dhe dy qëndrime krejt kundërta. Të dy partit, siç sa ju, korrupsioni nuk ka qenë një plagë që doli tash, po dolin pas sepse doli Spaku, të cilët dhe fakti që po arrestohen shumë më tepër nga partia në pushtet, hedh poshtë mendimin tim dhe tezën që Rama kontrollon Spakun. Jam dakord me ju. Po. Por në anën tjetër, qëndrimet në politikën e jashtme, në qëndrimin shqiptar nga partia në pushtet, të paktën, çka shohim, kanë qenë shumë më të forta dhe kanë rrit autoritetin e shqiptarit. Mitingjet e Ramës në Greqi, qëndrimi që majti me Greqinë lidhje me çështjen Beleri. Po dhe me çështjen Çame, me çështjen Çame, që e solli për herë të parë në vëmendje. Mënyra se si janë organizuar mitingjet atje me flamuj shqiptar gjithë, kurse ky shkoi me Belerin e me Dulin edhe me një tjetër nga këto të Mavis, paraqitet atje. Domethënë, unë them, ndoshta jam gabim. Një shqiptar si mund të votojë për këtë parti? Po prandaj do fitojmë, Ilir. Prandaj do fitojmë. Për gjitha këto arsye dhe shumë më tepër se kaq. Edhe mua më vjen keq sepse kjo fitore. Shiko, e di çfarë, mua më vjen keq sepse ti kur ti je në politik do dhe kundërshtarin politik ta kesh në të fortë, ta kesh në kjo të mban ty në tonus, të bën të punosh më mirë, të vë më shumë nën presion. Dhe kjo nganjëherë mua më frigon fakti që opozita është shumë e dobët, sepse vetvetiu mbasi njeriu i vjen natyrshëm që të mund të abuzoj me pushtetin, sepse duke pasur që përballë ke një lojtar të dobët, e di? E kisha pyetjen e fundit këtë, po bëhet një është thjellu sepse këtë kisha pyetë, domethënë pushteti i gjatë dhe një fushë bosh përpara, vetvetiu është mrena natyrës njëore të bën autoritar. Drejt. Mi po kjo vjen në pikpyetje pluralizmin dhe demokracinë në Shqipëri. Unë besoj që ne nuk kemi kthim mbrapa as për pluralizmin apo për demokracinë. Flas për kuptimin ose sido që të jetë, domethënë është mirë që të ketë një kontroll të fortë pushteti. Se ku edhe media nuk është se ndihmon shumë. Domethënë, dhe kur ankohen këto që ju kontrolloni median, le t'i kapin me orë, me minuta, kush ka më shumë hapësirë media. Biles ju nuk dilni fare dhe nuk e kuptoj pse nuk dilni. Unë nga që kam bërë shumë debate në media dhe kam eksperienca nga më të ndryshmet, kam eksperienca të tipit më është ullur zëri ndërkohë që kam folur në mikrofon, më janë matur minutat më të përshpejtuara kur është dashur të kemi minutat barabarta në kohë fushatash. Po e maj me një debat e tillë. Kështu që besoj dhe gjykoj që njëherë i kam lënë në rrjedhën e tyre dhe kam thënë fali Zot, se mbase nuk din çka bëjnë. Po ndoshta është dashur dhe të ketë më shumë maturi. Sot që flasim, Ilir, unë gjykoj që në atë spiralen hegeliane që është e futur shoqëria shqiptare, ne do vazhdojmë të ecim diku duke rënë nga niveli i gjithë strukturimit pozitiv shoqëror që Shqipëria tenton të krijojë dhe duhet të krijojë, edhe gjithë tisit shoqëror që kërkon të rrinë në unitet dhe të kërkon të rrinë në këtë vend dhe kërkon të shërbejë këtij vendi, nuk është e thjeshtë, por ne do ta bëjmë. Nuk është e thjeshtë, por ne do ta bëjmë. Nëse me emigrimi se kur thënë këto njerëzit po ikin nga Greqia, po ikin nga Italia, po ikin nga gjitha vendet. Pikërisht, dhe globalizimi e ka bërë bota po bëhet një. Mbase s'kemi qenë të përgatitur. Po, dhe ky është edhe një problem tjetër në lidhje me Europën, me identitetin e shteteve europiane. Pikërisht, por është një proces. Ne jemi akoma në ato nivele ku e kemi të rëndësishme identitetin kombëtar dhe kjo na ndihmon. E kemi të rëndësishëm unitetin fetar dhe kjo na ndihmon. Sepse jemi vend i vogël dhe mund Pikërisht, ne duhet thjesht dhe vetëm të bëjmë politika jo të rritjes së nacionalizmit, po të rritjes së respektit ndaj vetes dhe respektit ndaj të qenit shqiptar. Edhe ndaj vlerave që kemi. Edhe ndaj vlerave që kemi.